Do me thonë, unë me 27 shtator, në 2 natës, në 2 natës kam fillu me më derdhuje. Tani mas si ka nisë me më derdhuje, kom pritën e teri në mëngjes, teri ka nisë edhe dhimë, se dhimë ta nuk kom pas. Edhe kom thirë mjekun tem në telefon, mjekun familjar, më ka thonë që tash është momenti për me shku në spital, mësë rreziko me nejt ma shumë në shpe, se mund është mi ba edhe vetit keq edhe bebes, nëse rre ma shumë. Edhe kom ardhë këto, në dhomën e pranimit, ku është në fillim më kanë thonë, është e vërtet, ke fillu, i ki dhimë të lindjes, uj është uj i bebës, do më thonë, jam pranu që ka fillu procedura e lindjes. Po jam pranu me qëllimin që une me lind me operacion. Do me thonë, une i kom vetë edhe atë shqiptarin, se kom kuptu Macedonkën, i kom thonë, a dohet une me lind, a ka me lind me operacion, a me normal? Më ka thonë, jo, ti ki me lind me operacion. Edhe jam shku të patologjia, spitali, do me thonë, aty kom nejt një natë. Terit nesrit, mëngjes, do me thonë terit dilën mëngjes. Në uran mëngjes, dilën, na i kanë bo analizat, grupin e gjakut edhe na kanë morë nalt. Kur kena shku nalt, aty kena shku të dhoma. Edhe ajo në fillim na tha, në këtë dhomë nuk pranohet telefoni. Tha, respekton e regullin. Ona e respektova, do me thonë, edhe prita, kesh one edhe 2 gra tjera. Do me thonë, tash tjone sa kum nejt aty, kum pos dhimë të krejt, po kur ardhë këtë doktori burë, one qaq bisikletit më hopshin dhimt. Do me thonë, më vike qaq marrë për atina, nuk nisha më dhimt, më nalshin dhimt. A kështu kishte dhimt të forta, po jo do me thonë, sikur gjdo 5 minuta, gjdo 20 minuta, halas kishin fillu ato të forta. Kur bë ora 3:30-4, kanë fillu dhimt gjdo 2 minuta, gjdo 1 minut, janë të pru. Edhe mjeku ka ardhëm, ka këshirëm, ka kontrolum, ka thonë, hala nuk je qel, jeve 4 santen edhe nuk je qel hala. Do me thonë, ato tjera që ka ishin të njëjtën situatë, shumica për atyve si one, i u dhashin stimulus për me lind normal. A one e kisha punën, edhe kisha dhimt edhe ketë, nuk ishke në gjendje një stimulus më madhan, nëse ajtë dojke me kryo në lindje normal. Edhe kur erë puna të one, u ba uran 5-6 qështu, nisa mës me mujt me i duru ma dhimt, u të pru dhimta. Më bëj ke burë telefon, thëj ke ti intervenaj me dikan, thëjsha jo, nuk do të me intervenu, se thëjsha kanë më marë në sy ma keq, ma mirë leje me qëta se sa jena qështu. Edhe kom thirë mjekun tem, i kom thonë, une jam të dalë për spitalit, se nuk jam të mujtë ma dhimt me i përbalu, edhe jam të më thonë që nuk i ki dhimt vërteta. Nuk i dhimt, të veç që të thonë jetë të rajt, shkur të shqip jetë të rajt, më ka thonë, se nuk i dhimt. Une do më thonë kom pas dhimt, edhe ajo më tha, rrëq aty, më zdil. Tha se nëse del, nuk të pranojnë, tha ma me hi aty. Thash po shkoj dikon privat, vjos të arre se ketë kanë më të ba qarën. Aty ki me linë si është ma mirë. Do me thonë, në e kom vazhdu me nejtë. Kur erë puna ata me kry ndërimin, muhe më thanë për me lanë, këta e lojna nesër, teri nesër e për cilë me gjendje. Une e kuptova Macedonisht që tha, edhe i thash, jo, une thash në nshkruj me hi në operacion, nuk muj me përbalu ma dhimt. Në qatë moment, as letër nuk ka pru që une kum thonë, du me hi me operacion vetë, so në kum pranu vetë, se ata janë kanë të më provu me normal. So në di që është me lind me operacion, kum pos lindjen e parë. Dhe më thonë, ata veç që shme thonë, kanë bo që mas me bo me normal. Po në nuk kisha aftësi mo, kisha dhimë shumë, edhe më tha, okej, tha, masi ti po do me operacion, e presmi mu bo sala gati, u konë ura që të 6:30 nëse zgabaj, tha, në 8 ki me hi. Thash okej, kur kum hi në salë, ta shtim tha hajde se të karen. Kur kum hi në salë, bilëm nuk kum pas aftësi as mu qu në kam, që ta shumë kujtohet. Që kur jam nisë mu qu, i kum thonë, unë nuk jam të mujt me hec, spretni. Më ka thonë, hajde se është koha për ty. Edhe më kanë marrë qështo, bilëm si zhak të shku, të hec, të dyjat për krah dhe të hi aty. Kur jam ullë aty, më ka thonë, do të më ta dhonë një këcijën, thash shpret. Qatë gjithë dhimë, thash te pru me kam, thash kur të mnale dhimë ta baj me dorë shtenë një këcijën. Thash se bilëm gjithë të dhimit për jetova mës tjesë sakat. Pjasoj një këcijës në kërres. Edhe ma dhaj një këcijën, kesh mirë, operacioni shkoj mirë, do me thonë 1 orë. 1 orë, rafsh ka zgatë që e operacion që one sa kum lindë. Kum bejbën ma kanë afru, do me thonë e kum puth bejbën, e kanë moj që aty. Nëse i shkon gjendja që a i ka pos dishka, nuk u konë mirë, ata e kishin marrë direkt, e kishin që dikon, sa menoj one, sa di on. Ata nuk e kanë marrë bejbën, ata ma kanë afru, e kum përqaf, e ka moj të ftyra jeme, nuk muj me thonë me sekunda, nuk e din sigurt, po e ka moj të one e kum përqaf bejbën.
Do me thonë, se ka pas gjendjen diçka emergjente ose për me marrë me qut dikon. Edhe kur u kryja, ajo dola mas operacionit në intenziv, 11:30 natës vjen një mjekë shqiptar edhe një tjetër. Më thot, beba jote është një inkubator, po mos u bë marak se ka nevojë për oksigjen, se ka lind para kohe, edhe ka infekcion. Unë i thash asaj, a e ka infekcionin? Tha, mos ke pas infekcion, tha, e ke bë analizën e 36 javë? Thash, po, e kom bë, ka dal negativ. Thash, po mos ka shanca mu kanë për i kësaj që kom pas, thash, jam kanë shumë e dhimt edhe uji mu ka derdhë shumë herët, ma bani se dina na. Kaloj ajo natën e 3 ditë, kom nejnë në spital, asë një informat nuk e kom marrë për fëmijën tem. Do me thonë, asë një mjek nuk ka orë mu më thonë mu që fëmija jëtë nuk është mirë. Unë do me thonë, kom nejnë në spital, edhe kom nejtë me atë parandjinën, sikur e kam dek. Bilom jam këthy dhe i kom thonë, kom full shqip, ajo kanë Macedon, Bilom ka këthy, më ka thonë, s'po të kuptoj. I kom thonë, nëse më ka dek, kallxono, ma mirë e di që është i dek, se sa jam të nejtë qëtë pas një informat. Kena intervenu me një ofsi dhe kena shkuj, kena po bebër. Kur kena hi aty të beba, tha, beba i ka pos do kriza, pneumonike, për mushkëni, tha, po dysho që infekcioni ujit, ka pi uj i ka shku në mushkënit bardha. Do me thonë, po i ka kalu ato, është mirë, edhe thash, a ka shanca mira, pritet me e keqja. Jo, i ka kalu, tha, ato të mdhajat. Do me thonë, krizat më të mëdha i ka kalu, tash ky ka mu bo mirë edhe ma mirë. Nuk ka me ardhe keqe. Që shë të vazhdu situata, parametrat i ka shumë të mira. Ka mu bo shumë ma mirë. Ditën e nesërme, do me thonë, me 30-in a i na kanë, u kanë mira, jo parametrat mirë, ka mu bo mirë e ma mirë. Kur kena shku na i 30-i, 31-i, se nëse nuk gabona, i 30-i. Me të parin, kur kena shku aty, na i na kanë të shku në koridor, ata veç që atëhere kish pas që atë loj krizën. Na i na kanë të hi, u kanë ora 3:30, 3:40, nuk e di sigurt. I na kanë të hi aty, tha, pritni, që ki emnin, tha, është vjo, sa numrin e dorës ja kalzoha, tha, mos u bë marak se nuk është beba jote. Thash, unë jam të ndjej, thash që ky fëmijë shka është i smut, mrena, thash, është fëmija jam. Se jam të ndjej në trup që nuk jam mirë, jam të vrej që është gjendja jam e keqe. Otomani zemra që qaj e bebe mrena është beba jam. Do me thonë ka një situatë, asa ka nejtë mrena aty, që kanë bos mu me thonë kur gjanë se se di si kum po kur jam afru edhe jam zgatë që shtë, e kum po një qebe që javnoj një kupatorit o kanë tukë, unë e kum njofë se kitë janë kanë ndrysh, ajo o kanë e kaltër. Edhe i kum thonë burit em që qaj e bebe që ka e smut, ka beba jonë. Edhe tani ajo na tha prit një qështë, edhe kur ka nis ata mjekët me dalë, do me thonë halaf mija nuk u ka një dek, ata ka nis me një dorë qështë me dalë. Tja boj Asiri, si Asiri e ka di gjendjen që shko, e ka di që beba është e smut. Ju kanë këthy me dorë kështu, apëden, sikur qysh drejtomi na mësë mërzet, ose ka mu bo mirë, ose s'pedi qysh me thonë qysh e kanë këta. Kur kena hi mrena, tha kësa e ka pas një kriz, zemrën e ka mirë, po ka mu bo mirë. Apëden, Macedonka e që na i përkthejshin. E një shqiptar ku kanë aty, aja na ka ba, nuk po du mja u bo qefin, sikur këta, pi këti mirë nuk ka. A i zgatë të risa të kthej është ti me dali jashtë, asa i zgatë, ky nuk besoj që e zen nata ma, se e ka gjendjen shumë të keqe. Edhe unë e kum shku në dhomë, edhe do me thonë kum insistu që me thonë, s'kum nejtë, veç kum nejtë ja lyp një karrikë, se thesha me ranë shtratë më do ke që sum po qona ma me shku atje. Edhe kum nejtë që aty në karrikë, edhe kum kajtë normal, si gjdo në omë që ka përjetu një sen shumë të keqë, edhe kur e disha që ka mu bo keqe ma keqë. Edhe një sen e kum dyshu kur kum hi me pa bebën kër o kanë e smut, se kryet nuk e kish pas këthy me kënej. Do me thonë e ka pas kryet anejna, edhe ka pas gjakderdhje. E kum pa kështu që shumë ka pas gjakderdhje pigoje se kështu. Edhe ka pas armë më kalëgju që më ka dek beba, tha po më vje shumë keq, tha po, tha, ka ndru jetë, tha po ti tha ki drejtën tane me pa dit rastin. Tha ki drejt tha me pa dit, tha se qysh me thonë, gjdo drejt ligjore është e ti. Se ka pas gjendjen her mirë, her keq, i ki dyshimet e tua, pa ditë më nëshme ba. Do me thonë tani na, kena shku edhe një herë me po, më tha, kur të vjetë dikush se vetë mos hajde se palak i forcë dhe je lehon, nuk më nëshme përbalu,
kur të vje burri ose dikush mundesh me hi me pa edhe një herë për herë të fundit. Kur kena hi për herë të fundit, e kena pa mirë, po kallëzon që nuk ka mujt me përballu oksigjenin, pi ujit mushkënishka e ka pas, uji i ka shku në tru edhe e ka mjë direkt. Кога го видовте детето на крајот, што забележавте, каква беше неговата состојба? Këtë te goja, ku e ka pas ato sikur crev, ka pas gjak, ama e u kanë sikur i tërtë, sikur mu kanë ma herët, po. Edhe do me thonë ftyrën nuk ja ka lanë kënejna, do me thonë ftyrën se herë, edhe herën e parë dhe dytën ja ka kthy nanën anejna. Thashën e nuk ku marrë për mos me pa, unë thash ku marrë me pa këta, edhe ku më insistu me dal nanën tjetër. Ma ka bëj jo se je në gjendje të keqe. Kur ku më dal nanën tjetër, unë e kum pa që edhe ai fëmi nuk u ka një njëjti. Do me thonë ka ndryshu për shumë pak momenta. Do me thonë kur e kum pa herën e fundit mu ka duk si fëmi afrikan, sa i tërt e ish në të vizatume, pëden? Sikur, s'po dish me thonë, sikur pa hangër, pa pije, di që shbanë fëmija, i tërt krejt. Edhe ajo hala i shkon të marrë frymë, edhe unë si nanë mës të besu që ka dejkë, ose kështë, ju kum drejtu asaj mjekës, i kum thonë, a hala është gjalla, thash se pesha që është edin të livri gjykse. Tha jo, tha nuk është gjallë, tha po edin e ka oksigjenin, nuk ja kena largu hala. Дали на некаков начин бевте свесна, знаевте дека се вршала реинтубација врз новороденчето во интензивна нега? Jo, nuk kena pas. Që t'informat që është intubu për zdyti herë, unë e kom pa në portale. Edhe nuk e kom di që kanë insistu me intubu ose me provu ata. Unë kur më ka thonë që pritet minutit, aja më nuk më ka thonë raport që kanë tentu me provu për me rikthy njët ose dishka. Дали биле присутни родителите кога се вршела реанимацијата, бидејќи така пишува во документите, дека родителите биле присутни кога се вршела реанимацијата? Kur gja nuk kena pa, nuk na kanë lanë me hi mrena, neve na kanë lanë të dera, ka thonë janë mjekt mrena, derisa dalin ata nuk guxoni. Do me thonë këti mjekt kanë dali jashtë, na kena pritë edhe pa. Kur kanë hecë ata, na kanë thonë hajde që tashti, edhe na e kena pa normal, si një fëmi pa kur gja hecë. Po do me thonë, unë kur jam afru aty nga e kum pa një rengel. O kanë në foto, edhe në kështu qysh është kompjuteri, edhe i ka pas dovija, sikur edhe o pak e sikur në mushkni, kështu që i ka pas do tela. S'po di qysh me cek, edhe në kirurgji shka është ajo, ama i ka pas do tela këto. Дали откако ги виде документите создадени интерно на оваа клиника, нешто во нејзината перцепција и разбирање за начинот на кој што починало нејзиното бебе е променето? Unë do me thonë pi fillimit i kum paradgjiku se mu më kanë maltretu shumë. Do me thonë, unë jam kam për operacion, pse më provu me normal. Edhe gjithmonë e kum fajsu vetin që nashta qaj uji jam, që unë e kum nejtë shumë, unë e kum mytë fëmijën tem. Do me thonë, unë e teri tash kum jetu, edhe kum menu që fëmija jam ka dek shkaku jam. Nuk ka dek shkak pi pasojave tjera që po flite. Nuk kum menu që aj ka ndru jetë pi probleme fëmija. Do me thonë, pi qasoj që ata më kanë thonë, ka pas infekcion pi teje, ka mujt ujë mju bartë, e ka pi ujën. A përde unë, deri tash unë e kum zonë vetin fajtor. Do me thonë, pak dyqysh jam letu, po ma shumë, edhe jam ngarku emocionalisht, se po më do këtë sikur na menojna me orë të mjeku edhe me ditë që këtu të një më ndikosh, ama këtu mënët edhe dikush edhe me të bo keq. Do me thonë, kjo nuk t'jep me një më me menu që mund është me posë edhe një fëmi tjetër, ose ku mund është ti me shku. Do të me menu që ma mirë mu këthin ashtë atë kohën me bo në shpet që kanë bo në anë tona, se sa drejto është e dikush që i thu mjek, ose i thu që unë e muj me posë forcën e marë piteje, ose ti ki me mnimu. Nuk është mo qaj, unë menoj që qaj nuk mo, pi që ta shqe kum po në qatë portalit se shka kanë shkru, në mo nuk menoj që mjekt mu kanë mo mnimu. Edhe nëse vje puna për t'i shka, unë menoj që duhet më tut mo ku jena të shku. Што баре што очекува во иднина? Se veç një non mundet me ditë se mas një maltretimit 41 ore, se 40, mas një operacioni gjatë që nuk mund është me një as kamp, nuk e di a ki mu uqu, mua nuk i mu uqu, edhe me dalë për spitali, dur thot, pa e pas një bebë. Për shka? Për më skujdesin atyve që ata nuk janë kam dejt për qatë punë, shka din me ba, ose nuk mujnë me ba. Unë menoj që
edhe kam qef shumë më zbardh ky rast. Unë kam u konë në përkrajet media maksimum, kam u konë me juve në gjdo të cep, deri në fund të kësaj, më zbardh rastin. Nashta unë nuk muj me këthy atë fëmijë, po du të me menu që nashta një mutër e jemja, një kunot e jemja, një familjar e jemi ka me orë qëto. Mos me i ndodhe njejta, mos mu kanë që ata njerës që nuk janë dejt për këtë punë, nuk janë të fort, nuk din, nuk kanë aftësi, nuk janë për këtë punë, mos mu kanë mo këto. Mu pastru, shka nuk është për me punu aty, nuk është me punu aty. Edhe qka është e keqe për me kallëzu një njerit, ma mirë thuja në sy, se sa e më shef të vërtetën se shka është. Se na mëjna me prit, se asë një njeri nuk mundet me ditë se shka ndodhë, po mundet me prit për në shmërin se shka ka me ndodhë. Mundet me thonë, për shemull, se une nuk më pas asë një sen për para që më ka thonë mjeku, dyshoj që ki një problem, se veç nëse një problem ta kisha pas shtatzani, une e kisha prit që ta shka ka ndodhë sot. Ama unë s'kom pas asë një problem për me ndodhë që kjo shka ka ndodhë sot. Do me thonë, unë e kum dalë për spitalit, në ta din krejtë, unë e kum dalë për spitalit asë një letër për fëmin tem, me ditë se shka ka dek nuk e kam. Fëmije, unë e foli me shka ka fol pigoje, apë qaja pigoje nuk shkru në kërkon. Ajo mu desh më mdha raport që fëmija ajo ka dek për qëta. Edhe më ka thonë, unë i kum thonë nuk du me bë autopsi. Një shqiptar ka ty ka insistu shumë me bë autopsi. Nuk e di arsyem pse ka insistu shumë me bë, po më ka thonë ti duhesh me bë. Pa qare duhesh me bë. E që kjo mu më ka shti me dyshu shumë. Jam kanë në atë aspektin që nuk du me bë autopsi, po kur unë alësha me i menu se rash në depresion, shumë rane përjetova. Kur e kuptova që ajo është të insistu, thash nëse dikush tjetër insiston për mua, pse one mos me bë. Autopsinë e kum dalë edhe shumë shpresoj që me dalë e vërteta. Nëse nuk dalë e vërteta, ka me arë të rritë puna rivorosjes edhe ka me bë autopsi vetë me avokat ose me shkat dush, unë e ka me zbardë vërtetën. Ke ku ke fajon e pe zbardë vërtetën nuk e la, se jam kanë shumë keq emocionalisht, po edhe pe idea jam, hala ma keq emocionalisht. Se kur ta menoj gjitha të dhimë ta me i posë edhe në fund me dalë dur thot, veç një nam mundet me ditë se shka është. Tjetër kush nuk mundet me përjetu.